Presidenti Donald Trump tha se urdhëroi një seri sulme ajrore në zonat e kontrolluara nga Houthi në Yemen të shtunën, duke premtuar se do të përdorte forca dërmuese vdekjeprurse derisa rebelët Houthi të mbështetur nga Irani ndalojnë sulmet e tyre ndaj transportit detar përgjatë një korridori jetik detar. Houthis thanë se 13 civil u vranë në qytetin Sana. Luftëtarët tanë të guximshëm po kryejnë tani sulme ajrore ndaj bazave, liderëve dhe mbrojtjes raketore të terroristëve për të mbrojtur anijet, asetet ajrore dhe detare amerikane dhe për të rivendosur lirinë e lundrimit, tha Trump në një postim në mediat sociale. Asnjë forcë terroriste nuk do t'i ndalojë anijet tregtare dhe detare amerikane të lundrojnë lirshëm në rrugët ujore të botës. Ai gjithashtu paremëroi Iranin që të ndalojë mbështetjen e grupit rebel, duke premtuar se do mbajë vendin plotësisht përgjegjës për veprimet e përfaqësuesve të tij. Ajo vjen 2 javë pasi SBA dhe udhëheqësi u dërgoi një letër udhëheqësve iranian duke ofruar një rrugë për rifillimin e bisedimeve dypalçe midis vendeve për avancimin e programit të armëve bërthamore të Iranit. Trump ka thënë se nuk do të lejojë që ajo të bëhet funksionale. Houthis raportuar shpërtimin e territorit të tyre të shtunën në mbrëmje në Sana dhe provincën veriore Saada, bastioni rebelëve në kufirin me Arabinë Saudite. Imazhet e internet tregojnë shëllungatymi mbi zonën e kompleksit të aeroportit në Sana, i cili përfshin një strukturë të madhe ushtarake. Të paktën 13 persona u vranë, tha Anas al-Hashabi, një zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar nga Houthi. Në një deklaratë në rrjetet sociale, ai tha se 9 të tjerë plagosën. Nasruddin Amer, nënkryetari i zyrës për mediat Houthit, tha se sulmet ajrore nuk do të pengojnë ata dhe se do hakmerren kundër SBA-s. Sana do mbetet buroja dhe mbështetja e Gazës dhe nuk do praktikisë atë pavarësisht sfidave, shtoi ai në mediat sociale.